Gerta, një nga banorët të Big Brother VIP Albania, ka publikuar një postim të ri në Instagram që po bën bujë në rrjetet sociale. Në këtë foto, ajo shfaqet e preferuar në stilin e saj, duke mbajtur diçka provokuese dhe tërheqëse. Një nga detajet më të spikatura është mesazhi i saj i fuqishëm: "Mos mendo se heshtja ime është dobësi. Është paralajmërim." Kjo thënie ngre pyetje dhe stimulon diskutime mes ndjekësve të saj. Pas përfshirjes në reality show, ajo ka arritur të tërheqë vëmendjen e publikut me personalitetin e saj të fortë dhe deklaratat e hapura. Si motra e njohur e aktores Olta, Gerta ka ndërtuar një identitet të veçantë për vete, duke u bërë një emër i njohur në botën e medias. Gjatë kohës në VIP, ajo ka treguar më shumë se kur pasionin e saj për gazetarinë dhe për kushtimin për të qenë e drejtë për drejtë. Postimi i saj i fundit është një përpjekje për të shprehur simbolikën e heshtjes, duke sugjeruar se ajo ndonjëherë do të reagojë në mënyra që askush nuk i pret. Me hashtagët që ajo ka përdorur, Gerta inkurajon ndjekësit e saj të qëndrojnë në mbështetje dhe të shprehin opinionet e tyre. Ajo duket se ka krijuar një lidhje të fortë me ndjekësit, duke u bërë një figurë inspiruese në jetën e tyre.